të diskutojmë për këtë çështje me antarin e ri të kryesisë së Partisë Demokratike, zotin Dorian Teliti. Teliti, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë po nisim një herë bisedën, pasi duket sigur kryeministri Edi Rama në kulmin e protestave, Teliti, ka tentuar që të qetësojë disi ata rreth 700.000 pensionistë me një bonus, mund të themi, pensionistëve me 50.000 lekë, si mund ta cilësojmë edhe 50.000 lekë e protestave, nuk di se si ta cilësoj. Çfarë është ky bonus dhe pse vjen pikërisht në këtë momente? Kërkon që të blej heshtjen, kërkon që të blej reagimin zoti Rama me këtë qerasje, mund të themi? Sa herë që Edi Rama është në hall, sa herë që Edi Rama shikon punën keq, çfarë bën? Nuk hap thesin apo xhepin e parave të veta, por e merr buxhetin e shtetit dhe thotë çfarë të jap tash këtyre që ankohen ose një pjesë prej tyre që zgjasnin pensionistëve, në mënyrë që ti josh që të mos e ngren kokën shumë, po ta ngren kokën sa më pak. Sa herë jemi parë në zgjedhje, në çdo vit zgjedhor, hapet thesi. Kur nuk je në vit zgjedhor, thesi nuk hapet përveç rasteve siç është në shtet. Shikon që protestuesit janë atje ditë për ditë, shikon që pensionistëve u ka ardhur maj të hundës dhe pa pritur, pa si parashikim në asnjë dokument zyrtar, në asnjë deklarate, në asnjë vlerësimi, pa pritur del dhe thotë do japim bonusin. Ju mbani mend se ai që dhon bonusin përpara e njofton dhe deklaron atë muaj më parë. Njësojnësisht që para 2-3 javësh ka rishikuar dhe buxhetin e vetë shtetit dhe nuk fliste fare as për bonusa, as për shpërblim ndaj pensionistëve. Thjesht sa herë që shikon që ka punën keq. Dhe është historiku 13 vjeçar. Dhe sa herë që shikon që duhet të uli pak tensionet ndaj një grupi shoqëror apo disa grupe shoqërore të cilët janë ngritur fuqimisht kundra tij, që është rasti protestës aktuale, hapet thesi buxhetit shtetit, që është buxheti shqiptarëve, buxheti ynë që e mbushim me parat tona, dhe jep bonusin. A jemi ne kundra dhënies bonuseve? Absolutisht jo. Ne jemi ata të cilët në dhjetor të vitit 2025, 6 muaj më parë, kur ky zotëria solli në Kuvendin e Shqipërisë për buxhetin e vitit 2026 vitit aktual, neve kërkuam që të përfshihej bonusi në format 3 mujor apo 6 mujor. Patjetër, po të thrasim kujtesës, se Rama nuk miratoi as minimumin etik të propozuar nga Partia Demokratike në Kuvend, i tha jo minimumin etik. Aty desha të vija, kur vjen puna dhe propozimit që ne ja kemi bërë, ai ka thënë jo. Ka thënë kundra bonusit për pensionistët, tha kundra minimumit etik për pensionistët, tha kundra rritjes reale të pensioneve të përvitshme për pensionistët. I ka thënë gjithë ajo. Por sot që shikon vetë ngushtë, çfarë bën? Mundohet të joshë atë pjesë të shoqërisë shqiptare që janë pensionistët, për të thënë shiko po jap juve 50.000 lekë. Po ta vim tash bashkë sa vlerë ka ky bonus i 50.000 lekë për 730.000-740.000 pensionistë shqiptarë. E gjitha kjo ta vesh bashkë është më pak, është po tamam është 3.6, 3.7 miliard lekë treja. A do të them ndryshe, më pak se 40 milionë euro. E çan 40 milionë euro? 40 milionë euro është 40% e asaj vlere që tha dyshparti incineratori të Tiranës. Që edhe incineratori kanë ngrënë aq. Është më pak kjo vlera, është shumë më pak kjo vlera, se sa ajo kontrata që do bëhet Unas Tiranës, ku i keni ju zyrat e televizorit tuaj, ku 2 kilometra Unas Tiranës dhe i bënte 48 milionë euro. E mbani mend skandalin e Unasës. Për çfarë flasim? Për 13 tenderat, 14 tenderat falni që 14 lotët e Tiranës i ka ndarë Belinda Balluku gjatë javës fundit? Apo do flasim për Torelli Llogaraçi, vetëm nga procedura e rritjes fiktive të çmimit u rritë 50 milionë euro. E ndërkohë del aty dhe thotë tashmë, shiko, se neve do shpëtojmë dhe do mendojmë për pensionistët, duke dhënë aty të lëmoshën e radhë për 50.000 lekësh. Pensionistët kanë gjithë edhe që kanë punuar. Pensionistët janë pritjet e nënat tona, të cilët ka punuar gjithë tjetër, ka ndërdur mundi gjithë tjetër, është detyra jonë, dhe sidomos e politikës tonë, politikës shqiptare, që t'japim atyre disa vite dinjetoze jete. Dhe vite dinjetoze jete është miraton minimumin etik, dhe atyre ka dhe për ligjin dhe për minimumin etik të shtet.
të bëjë rritje reale të pensiones të përvitshme, dhe kur vjen puna të bonuset, mos i japi bonuset kur ti teket dhe ta shikoj që ka keq situatën, por t'i japi ato në format të vendosur në buxhetin e shtetit, 3 muaj apo 6 muaj, leta zgjidhni vet. Pa tjenë atje. Jo tjetë vërë në varësi të lëmoshës qeverisë. Po tjetë aty që çdo 3 muaj, çdo 6 muaj, kur t'i vi data, ata të marrin ato bonusin për të bërë një shpenzit vogël për veten e tyre. Pra tjetë diçka, një drejtë e tyre e fituar e përhershme. Në këtë variantë që Shqipëria na shitet si vendi më i zhvilluar. Na shitet na tregon mrekullitë e bregdetare dhe malore, që janë tërësisht meritë e natyrës, me thënë drejtën, që është kjo qeverisë që po i prish ato qëllimisht. Patjetër, këto bukuri natyrore, po të marrim të shpletojmë librin dhe Albanian Files. Dalin gjëra shumë të bukura në mënyrë arkitektonike, por shumë e drejtë. Ky libri është dëshmia radhës që në Shqipëri gjërat bëhen mbrapsht. Ka njëherë vendoset harta e Shqipërisë në Tryezë, dhe ju e mbani mend, njëherë në vitet 90 ishte ai Humbori, që i vendoste gishtin, ai ishte diktatori shqiptar. Dhe thoshte këtu ka nafta, këtu s'ka naftë, këtu ka grupa emisore, këtu s'ka grupa emisore. Sot kryeministri me qeveritarët, me oligarkët e tyre vendosin gishtin se ku do ndërtohet kulla e radhës. E vjen harta e Shqipërisë dhe vendosin gishtin se ku do ndërtohen rezortet e radhës. Dhe pasi kanë vendosur gishtat, kapin dhe përshtasin ligjet shqiptare dhe bëjnë ndryshimet e ligjeve për t'i ardhur në mbështetje jo zhvillimit ekonomisë, nuk është interesi, po si të zhvillon këto lloj projektesh. A jemi ne kundra zhvillimit në parim, kundra zhvillimit projekteve? Absolutisht që jo, mër. Absolutisht jo, por të liti kur këto projekte zhvillohen me para në origjin të paditur. Por ama kushtet tona për të mbështetur çdo projekti janë bazike. Një, tjetë financimet nga rrugë të pastra, tjenë para të ndershme, jo tjenë para pista, para krije, para droge. 2, të respektojnë ligjet e shtetit më së drejtë. Por e ka rregulla ky vend. Po pse më ligjet funksionon vetëm për shqiptarin e thjesht, i cili në momentin që del nga dera e shtëpisë dhe bën ndoshta edhe një shkelje direkt dëshkohen nga strukturat e shtetit. Po pse më ligjet ja për atë katunarin e thjeshtë i cili merr aty 2 arka me domate, spesa kastraveca, të lojë të baçës së tij dhe i shet atje dhe të vjen 5 veta nga policia bashkiake për të i hedhur tutje dhe për të sekuestruar mallin tonë, ndërkohë ku ndërtohen 5-6 kate pa leje. Ndërkohë ku merren zonat mbrojtje dhe bëhen shkeleshko, ku merren ato pikat blu, pastaj ministre së arsimit, se kemi dhe ministra arsimit zonën sot, e cila mëson është përgjegjëse për arsimimin e brezave të ardhshëm, edhe brezave aktual. E dërgohu të rafet për pikat blu se si janë bërë të gjini manastirin në Sarandë dhe kështu me radhë. Pa kemi një shkelje hapur të ligjit. Do pasaj të janë papranueshme. Ne duam çdo gjë të jetë konform rregullave, konform ligjeve, duke konsultuar publikun, duke konsultuar grupet e interesit, duke respektuar të drejtën e pronës, por mbi të gjitha, me financime të pastra, jo financime të fshehta apo financime paras kriminale, se nuk ka asnjë vend të botës i cili është financuar me para kriminale që është vend i zhvilluar. Vendet e zhvilluara do ishte Kuba. Janë ato vende të cilat e kanë bazuar ekonominë e tyre në një ekonomi e cila ka burime të pastra financimi. Të liti, në fakt, do të ndalim edhe tek ndikimi që mund të ketë kjo para e piset e ekonominë shqiptare. E kemi euro në minimumin e saj jetik afërsisht 93.6, e kam parun ndoshta ditën e djeshme, një vlerë e cila ka rënë në minimumin e saj. Ka që madhe që nga kjo para e piset dhe kjo narko euro në ekonominë shqiptare dhe në momentin e nxjerrjes së saj jashtë, çfarë ndodh me ekonominë shqiptare? Kjo është një problematik shumë shqetësuese, më thot drejtën, sepse fakti që kemi një zhvlerësim kaq të fortë të euros, nuk është as pak e shëndetshme për ekonominë shqiptare, përkundrazi. Është vlen e kundërta. Pra ky shfuqizim i fortë i euros realisht po dëmton shumë ekonominë shqiptare. Pse ja them këtë gjë? Do ishte normale, do isha madje shumë i lumtur, nëse do kishim një fuqizim të lekut dhe zhvlerësim të euros, i cili do vinte si pasojë e zhvillimit ekonomik. Do ishte gjëja më e mirë.
Po ky zhvlerësimi i euros dhe fuqizimi i lekut nuk ka ardhur si pasojë zhvillimit ekonomik, sepse në zhvillim ekonomik nuk kemi, dhe ta thon vetë raportet e Instatit, ku vazhdon ti të kesh industrinë prodhuese dhe bujqësinë, vazhdon të kesh recesion. Ku ajo rritje pakët ekonomike të varet ty nga shpenzimet e qeverisë dhe nga taksat, nuk gjenerojnë rritje ekonomike sektorët e tjerë. Ky zhvlerësim ka vetëm një shpjegim në teori dhe në praktik. Në teori të çdo lloj shkencëtarit ekonomisë që ka shekuj që flet, po dhe në praktikën e gjithë vendeve të tjera që janë në regjimin e kapitalizmit. Burimet e jashtëligjshme, burimet e financimit që atë krimit, drogës, korrupsionit, kreditërisë dhe kështu me radhë. Po problemi këtyre burimeve cili është? E para që janë të jashtëligjshme, e dyta, vrasin konkurrencën e lirë dhe ndershme. Jemi ne të dy në treg, shembull konkret. Nëse ne do jemi në treg dhe mundon me para të ndershme, me punë të ndershme 20 orë në ditë për të bërë biznes, të vjen ai aga i cili ka milionat në xhep, i cili ka bërë ato në forma nga më ndryshmet, edhe na kput kokën edhe në sens figurativ në arenën e biznesit. Ai fiton ndaj nesh dhe ne të detyruar të mbyllim shepena sepse jemi të falimentuar. Po mirë që kjo si rritje çmimesh dhe kjo të reflekton në sektorin e ndërtimit. Në Tiranë sot është e pamundur për një çift të ri, për një familje normale me rrogë mesatare, me rroga mesatare, të blejë një apartament 80 metra për të futur kokën brenda, është e pamundur. Duhet 70 vite kredi. Sa do jetoj njeriu? Sa do jetoj njeriu? Ndërkohë që kur kemi qenë në qeverisje, në vitin 2010-2012, vitin 2010-2012, raportet e fundit vetë institucionet ndërkombëtare, do dushin 20 vite për të blerë një apartament, që është një afat kohor i gjatë, por megjithatë i pranueshëm. Po 70 vite të punosh një çift vetëm për apartamentin, kjo është diçka e cila nuk qëndron. Po nga në erdhin edhe ky 4 fishim që ka ndodhur çmimeve të banesave në Tiranë në ardhur kohor të 6-7 viteve. Nga erdhi. Është 3-4 fishuar ose do 3-4 fishuar ekonomia shqiptare, do 3-4 fishuar mirëqenia shqiptare, do 3-4 fishoheshin pagat e shqiptarëve për në to 6-7 vite, dhe do rritesh edhe 3-4 fishat e çmimeve të banesave, ose ndryshe vetëm nga financimi i paras së PIS në sektorin e ndërtimit. Një tjetër argument konkret që e din çdo kush, 10 vite më parë kur ti shkoje te një ndërtues dhe i thoje do ta paguaj me para me vlerën e plot të apartamentit, pa i të bënte 20-30% ulje të çmimit më së drejt. Ndërsa sot nuk ka asnjë ndërtues në Tiranë, asnjë ndërtues fatkeqësisht që kur një dikush i shkon me para, edhe të lishme, nuk ka rëndësi. Dhe për të blerë ai të bëj ulje të çmimit nuk ekziston mos i fenomen. Pse nuk ekziston? Sepse një është financimi i paras që është futur, financimi i parave të qija, parave të pisa që është futur në sektorin e ndërtimit dhe ka kapluar ato pothuajse fare, dhe njëkohësisht zhyten akoma dhe më tepër, jo thjesht ne si konsumator, pra ne që i blerësit potencial, por edhe ata të cilët punojnë me klerik në sektorin e ndërtimit. Pra nuk kemi një ekonomi të shëndetshme faktikisht. Edhe po të shohësh diskursi i qeverisë shqiptare, është vetëm turizëm. Po mirë më zotëri, e para një herë ti turizëm po e bën duke shkelur ligjet dhe rregullat e këtij shteti. E dyta, a mund na thotë ministri i përgjegjës për turizmin dhe shefi i tij pra kryeministri, cili është ai vend që ka vëndëtuar ekonominë e vet vetëm te turizmi dhe që është një vend i suksesshëm? Po pse më në vendet e Amerikës qendrore, që kanë turizmin shumë të bukur se tonin, kanë dhe dete të bukura, po ashtu siç është jugu shqiptar. Vende të zhvilluara janë ato që kanë vetëm turizëm? Jo, nuk ka vende të zhvilluara. Atje është mrekulli kur je në rezorte, ama sa del jashtë rezortit, siç ndodh në Shqipëri, është bukur në zonat beltetare të jugut, patjetër shumë bukur është, po sa del nga ato rezorte ku vjen ajo elita financiare, ata aty pastaj ke mjerim, nuk ke ujë rubinet, nuk ke shërbime, nuk ke transport, nuk ke infrastrukturë. Do ndalim edhe për diçka fundit tek një zhvillim i cili ka 33 ditë, dje, sot është dita 34, janë qytetarët të cilët janë ngritur për protestë, është kërkuar dorëheqja kryeministrit Edi Rama dhe sigurisht kemi parë në fakt edhe reagimet e eksponentëve të ndryshëm të Partisë Socialiste, duke nisur nga vetë kryeministri, më pas është Avland Balla, por edhe ministra apo deputet të cilët nuk i shohim asnjëherë duke folur në sallën e parlamentit, por me statuse arrin që të bëjnë një shpërndarje të një statusi të X-it ose Y-it. Pana të mohet kjo protest, zotit Eliti, dhe sigurisht dorëheqja kryeministrit vijon të qëndroj kryefjalë.
unë dua di edhe mendimin tuaj, pse po tentohet në çfarë do lloj mënyre që ajo që kryeministri Edi Rama e cilësoi si algoritëm këtë protestë po tentohet të mbytet nga eksponent, nga aktivisti i qeverisë apo nga aktivistë të tjerë të qeverisë. Pra po tentohet të mbytet me çfarë do lloj mënyre. Ishte edhe protesta e ditës së djeshme, dhuna shtazarake e policisë, po tentohet edhe të bien në rrjetet sociale, madje të arrestohen, të intimidohen. Pse kjo sjellje, sigur jemi para 90-s edhe një herë? Kjo është sjellje paniku. Po të shohësh, sjellja e kryeministrit, e kryetarit grupit Partisë Socialiste dhe atyre pak eksponentëve që flasin, nga ana e majorancës, është sjellje që sot thon diçka, nesër thon diçka ndryshe. Sot i shajnë, e thon, ta janë maskarejnë, ta janë të shitur, ta janë të këqinj, çfarë thon për ta? Të nesër thon, hajde ulemi në tavolinë. Me këtë do ulesh në tavolinë. Me këta maskarej, me këta të shiturit, me këta që u bëjnë gjyllurdirat sipas atyre. Dhe pastaj bëj ftesa, hajde dialogojmë. Çfarë do dialogosh? Për çfarë? Nëse qeveria mendova që nga në të drejtën e vetë, që absolutisht nuk është, po themi kazus, atëherë le të vazhdoj punën e vetë. Le të vazhdoj punën e vetë, se do ulë kanë tavolinë me këta, të cilët që kanë të këqinj, që kanë kriminalë, që kanë hajdutë kështu me radhë. Po sepse qeveria e di që se ka një entitet i cili ka rënë qafë shqiptarëve, janë ata vetë. Nuk i ka ardhur keqja Shqipërisë nga protesta. E keqja Shqipërisë ka ardhur nga ata që kanë qeverisur dhe qeverisin ende sot më 13 vite. Se nuk i kemi zgjedhur ne kryetar bashkish, të cilët kanë qenë kriminalizuar, për i ka zgjedhur mazhoranca aktuale. Se kemi vënë ne ministra, të cilët janë korruptuar, i ka vënë mazhoranca aktuale. Nuk kemi ne ministra narrati, i ka mazhoranca aktuale. Nuk kemi ne zëvendëskrye ministra që i mbrëm me votë, po i ka mazhoranca aktuale, zëvendëskrye ministra që i mbrëm me votë, heqin imunitetit, kur sot ti kishe spakun ku vëdën e Shqipërisë thoshte mungesa e arrestimit Ballukut mund të cënojë jetimin, pasi ajo edhe mund të ratiset. Nuk kemi ne kryetar bashkish, të cilët bëjnë çmos, e përsis dhe njerë, për të mbajtur peng Tiranën. Ka një vit e ca që është Rën Velie, resident Durrës, dhe Tirana nuk ka kryetar praktikisht, nuk qeveriset, nuk e lënë Tiranën mjerim, ndërkohë që është kryetari i Shqipërisë. Shqiptarëve u ka ardhur më të fundës. Unë e vlerësoj shumë protestën, e mbështes të protestë, nuk jam në ballë të protestës, janë vetë qytetarët, janë përdit atje, tash pastaj interviste do marr miq dhe shokët e mi dhe do t'i bashkëngjitem. Nuk jam të ai pjesë që merr megafonin, sepse ja kemi lënë qytetarëve, kemi folur në plot protesta, po ajo që më vjen mirë sot dhe dua ta them fort është që ato për të cilën qytetarët protestojnë këto e 35 ditë janë gjëra të cilët unë me kolegët e mi kemi 13 vite që protestojmë. Më vjen shumë mirë që nuk kemi më vetëm si subjekt politik dhe përfaqësues të saj që protestojnë të ngrej, por ama tashmë janë bashkëulluar qytetarët, të cilët të gjithë bashkërisht në atë shesh kemi një objektiv të përbashkët, largimin e Edi Ramës. Shkurtimisht të lidhje përse përket dhunës policore kërkohet të intimidohet, shkurtimisht se jemi në lidhje. Dhuna policore kërkohet të intimidohet, kërkohet të shkelet kjo protestë nga ana e mazhorancës dhe Partisë Socialiste. Unë kam qenë fëmijë në vitet 90, kam qenë 18 vjeç dhe i mbaj mend shumë sporadike dhe më shumë këto kujtimet që i shohim çdo vit kur vijnë to pjesët për kujtimore dhe televizë studentore. Dhe ju mbani mend edhe atëherë dilte policia e Republikës Socialiste Shqiptare me qenë për rrugë, me automatike, dhe këto janë gramat e fundit të një pushteti, që kur përdor një dhunë shtazarake ndaj qytetarëve vetë, çfarë bëjmë? Po protestojnë, i ka ardhur thjesht fundi. Janë thjesht gramat e fundit, janë ditë e fundit, thirrje qytetarëve, thirrje bashkëkohësve të rezistojmë, të qëndrojmë, sepse e drejta është në anën tonë. Qose neve të rishemi, fiton e keqja. Shprehen që është mbar botrore, nëse të mirët nuk marrin frenat në dorë, nëse të mirët nuk bëjnë çmos për të arritur objektivin, e keqja merr dhe bizotron. Të keqen e kemi 13 vjet që vuajmë, mjaft më me këtë keq qeverisje, duam normalitet. Dhe normaliteti kalon përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme, të cilat duhet zhvillohen jo nga kjo qeverisje, as e qeverisja e Partisë Demokratike, po e qeverisje tranzitore që kështon besimin e gjitha palëve, e cilat na siguroj të paktën pas 13 vitesh zgjedhje normale, të paktën me standarde Kosove. Nuk pretendojmë standarde as Norvegjie, as Gjermanie dhe as Suedie, po me standarde Kosove, absolutisht Shqipëria duhet që zgjedhjet e ardhshme t'i bëjnë në këtë format. Ndryshe, kjo diktaturë e cila ne flasim shpesh diktaturë, dhe jetë shumë shpejt një realitet i hidhur,
ku gjithë ne, siç na ka lik 1.100.000 shqiptarë sot, që më natyrë nuk kanë kushërinë e mi që janë larguar gjatë këtyre viteve. Kushërinë e mi që janë larguar gjatë këtyre viteve, do t'i bashkohet dhe ajo pjesë e bulevardit sot dhe pjesa tjetër do t'i bashkohen atyre. Pse t'ikim ne, që jemi në të drejtën tonë, po t'ikin ata që kanë abuzuar me të drejtat tona. Ata që kanë abuzuar dhe abuzojnë në pronën publike. Ata që kanë abuzuar dhe abuzojnë në pronën private, me financat e shtetit, me takset e shtetit, duke bërë klientelizëm, korrupsion, me tendera publik, me koncesione, me afera maramundse. Le të largohen, po të ndëshkohen. Të largohen nga detyra dhe të ndëshkohen të vijë njëri më parë para drejtësisë, në mënyrë që drejta të vihet në vend dhe që të kemi një shpresë për ta çuar këtë vend përpara. Të lidit, falenderoj që ishe me mua. Falenderoj ju, kënaqësi. Sigurisht Juri Televizion ka mënyra të ndryshme për përcjell informacionet e saj. E tjerë është edhe kanal në YouTube, një nga videot që është të parë shpërndar dhe komentuar më së shumti ka të bëjë me atë se çfarë ndodhi ditën e djeshme në kuvent të Ejtën, pra përpara kuvendit, u rrethua kuvendi me polici, u qelluan disa automjete të deputetëve të ndryshëm me vezë, ujë dhe miell, ndërsa policia nuk e kurse